dhe mirë se erdhët në vlogmas numër 7. Po gati për me ik, edhe se të shkoj një fundjavë bashkë me Sabahin, edhe kështu si ka fillu të ju mbledh gjanat e funit, të ju vu makinë, të ju bagati vazat, mu bagati on, me pat nëse nuk I kam harru tana. Kështë I kam marrë? Po, sa ti thame, kishti tham valigje. A mi ki dhani, thash ti mu? Plus që kjo dit u shtu në moment të funit, pse kishëm llogarit me ik nesër, edhe thame, hajt ma si pushim është Sabaj, tha Sabaj, porosit edhe një hotel pak ma shpejt edhe po shkojmë sa. Okej, kështu si mu desh me bët tana në moment të fundit. Po, kurse Sabaj është I vu gjanat makinë, bashkë me Blojesen kështu, Blojesa edhe me I disi kanë me nejt tek mami, Kja është një fundjavë qift, ma në fond, sepse u ba shumë kohë që nuk kina ba një udhtim me Sabahin, sepse 2 udhtimet në vjet që I kina pas prej, të dyja nuk u banen, njena nuk u ba për shkak se one nuk e disha që më duhet vizë, që e keni edhe videon që u kam shpjegu, edhe tjetra nuk e kam të regu faktikisht, ama nuk u ba me shku sepse më takoj provimi patentes, ditën kur unë kthesha për pushimeve, edhe gjatë asaj javës, më takote me ba urt e makinës, edhe nuk isha që më ba. Më desht me anullu. Edhe po, kështu që tha Sabaj, nuk pa mbyllim vitin pa pushime, plus që ditlinja janë afran, tha Sabaj, kja pëqesa me të shku dikon, edhe venosme me shku në Borë, do të shkojmë një vend që është në kufimi Italina në Zvicrën, do t'ju tregoj kur të shkojmë, edhe po shpresoj që është bukur, kam frikë pak sa, por inshallah. Tashti, ta sistemoj pak divanin, sepse u ba pak po mujtë të lujtet të kështu, të veshim me gjaketën, veshim me pucat, edhe iko. Okej? A je qarti? Vazhdojmë pa hup kohë. T'ja bëj pak biberonin me idisit. Mera, edhe për jo, okej. T'ja bëj edhe biberonin me idisit, edhe të nisna pa hup kohë. Ne jemi nisër. Juveja po vozit. Për një qytetarëshë, e këtheve në dialekt. Jena në rrugës. Na bukur? Rruga është me mjegull sot, është ftoft, është vetëm 4 gradi tash, këta po bënojnë, ftoft, mi është e bukur, alë ca mjegull, të mos me kena mjegull, asë është e kena bukur. Unë alë me prapë për me pushu, edhe të thëmë drejten I kam lanën e makinës, qërë se I në nisë, edhe tash jam lomë, ka kap shpina, edhe që kisha marrë, nësë di që më tek, I thash Sabaj janë të marrë, I thash sandwicha, I thash me vedi, me hangër, se nuk tjetë rrugë, si thash, vështot kena komunal, edhe me ta nuk ishëm komunal, se është male kretë, edhe po, të shti të hanë diqka, se di edhe me hangër, Sabaj, edhe me hangëra, se jam së shumë mërse me hip. Njerëz a shifni një qa gjujtë parashut, si ik parashuta, dhe ika më të. Ua, sa fobi e kam, që si ik marë. E kam fobi lartë frit, edhe nuk imaginoj kur vedin, tu gjujtë me parashuta, që janë këta najer që gjuhen kështu. A I kifi qeftja me provu? Ha? Se di, nuk ma lena ja hopi, a I që, veç të e venu më ka fi frikë. Ne më rrit me të hoteli edhe që baj një room tour të shpejt, se a shumë I bukur, për aq lek edhe për moment funit si e kena rezervu këtë hotel a shumë I bukur. Qërën, ashtë super. Këtu a kena një raft, këto ka këta, a këta muna mi marra? O, zot, sa të bukra këto kartolina. Kena një telefon, shtrati, këto me burraqet, këta sa të bukra I ta panoramat, do t'i marrë idena, do t'i vej më në shpi.
Këtu është një byro kështu e vogël, një pasqyrë, edhe për pamje, s'është se kishim nej pamje, ama me dal pak më nene e kena pamje për një mali. Në erëzmet të dhoma, si që tregova, edhe u bana gati shpejt e shpejt, bana një make-up të thjesht, edhe po dalin bashkë. Duke se bana në make-up kushe di se qa, ama një make-up të vogël, krahnin se kam këto, kam makinë. Krahnin edhe brushen e bronzerit e këta më do të mi vu në makinë tash. Ti lejeli ta qërpik, bana një make-up super thjesht. Në dukem shumë portokall këto se veç i këtë nuk e pas ka të mirë drita. Për tjera të këtë mirë. E bleme edhe foton për vua të tek veni ku i vem në venet ku kina shku. Zgjodhni këtë, sepse më pëlqej shumë, kishte bora, male, teleferikun. Ishte i bukur. Parku me makinën dikun tjetër, sepse aty ku e kishim lanë u myllën 8 sahati, por ne dushim që me dal edhe me hangër, kështu si nuk arrishim se ora 7. Edhe bëmi një gjiro t'i ke shëtitorja, edhe kur të shkoj në shtëpi du më të tregu një budallik që kam bo, apo kina bo. Unë i thash se bëj ta faje, se bëj thët jo a faje. Se bëj halon thët ashtë faje. Kështu që faj ka me t'jetim të ne, dhe ta venos një ju kush e ka fajen. Unë the, sa e bukur hana. Edhe po njerës të shti, ti kom të hajmë buk, edhe shifena më vonë. Njerës, o do ka me pas shumë kujdes, sepse tek shkallat, mu në shme rëshkit, këtu ku ka, edhe, shumë bukur ka borë gjithkon, edhe, kina dalë, jena nalë, më bë disa foto, atje nalë është një malë, se zdi a dalluhet ajo, po, shumë bukur. Hangme edhe ungime të shte, jam të më dhitë. E dola po shatë po ka poq. Deshta me dalëm kështë të në stil. Nesër këni me pa Elden e vërtet. Me dorta, me shall. Me kapuç nështë e jo, po shohin. Me 2 bluza. Ka si ka morën të në ta bluza për vedi. Pak sa gjana të ashte, nga që nesër i kom prej këti hotelit, shkojmë tek një hotel tjetër, që këshim rezervu atë qysh fillim, sepse nesër ka kanë dita për s'marit për marë. Edhe dishte me të regu të furtën që unë kam ba. Unë, mu meti, dhe të themi. Ka një valigjet vogël me tesha për te dë. Edhe ka marrë edhe një çantë tjetër, ku në ta çantë fos laptopin, kablat, edhe këto gjanat e internetit, me thonë. Edhe të shë kam pas edhe një çantë, 2 bërsetat vogël me t'lyme e kështu, edhe një çantë që kam marrë për me ushqime, me hangër rrugës, nëse s'kishim komunale, kështu çantash. Edhe shumë mirë të shë. Unë e mra, ishte ora 12:30, kina për i ditlinjes, se që kam tregu, edhe unë të shti fillova me i sistemu gjana. Në menjen teme, i kisham ledh tana. E shumë mirë, kam fut teshat e mija, tu ba muhabet më sabahin, më tha sabaj disa pun bluzash, më tha du me marrë këtë bluzën, edhe këtë edhe ashtu, edhe unë të menu që sabahin me kishte pru atë, unë kam fut në valigje gjingsat e sabahit, që do të me marrë, edhe të ba muhabet që po vesh rrugës, cilën bluz do me marrë, e kështu, e shumë mirë, e më dhe unë valigjen, shumë mirë, në e nesme,
e kontrolloj edhe një herë, kisha fut tana gjanat e mia, e për sabajin a çdo gjë në rregull, po më thot sabaj, çdo gjë është okay. E shumë mirë, u nisme. Kur rrugs, mas një 2 orë sa rrugs, unë nalme, për me pushu pak nga që i kështa vanu në makinës, të ashtë të babë me betë më sabajmë, se sabajmë mu, a i ke marrë të lyme, të më thot për më dash me bane foto, a ditë qka, kështo. E po, i thamone i kam ledh, i thash unë shpejt mrama, dhe i kam vuj, thash, edhe gjatë më habetit kështu, si po i thamone, pas kam harru, i thamone me marrë këtë fshirësin e make-upit. Po të bëj, thot po tash, i thamone nuk ka problem, i thash se kam mune me marrë disa picat lakta që janë për me fshi make-upin, kam edhe krem në të kështë gjana, edhe është okej. Okej, shumë mirë, thot sabahi, atëherë një 2-3 minuta, as 2 minuta, që cime ma sabahi mu. A mi ke marrë bluzat? I thamone, cilat bluza? Ja, ma sabahi, bluzat e bardh, një bluz të bardh, 2 bluzat e bardha, më thot. Cilat bluza? Pra pun kështo. Bluza tha me mangë shkurta, tha që të thash, tha, edhe bluzën tha me mangë gjata trashen. Njerës, i thash, one i thash si ka marrë? Po, tha, ti tha, me kishti tha në valigje. A mi ki dhani, thash ti mu? Jo, tha, i ki pas në neftë, më të baj. I thash, po jo, s'ti kam fut, i thash, sa më kujtova si i ki fut te. O, zot njerës. O, kur kam marrë vesh që s'kishte marrë bluza, e kishte marrë vesh me një bluzë që kishte trashin me kapuç që e urrën atë bluzë sabahi. Edhe kur shqyr në te se si e kishte lanë zoti, se për zakonisht sabahi nuk vesh kur gjupa më mangë shkurt në te. Edhe kam qesh me lot me sabahi. Edhe ta shti sabahi thot ashtë faji jem. Unë i them ashtë faji jëtë, i them, se ti a dosh mi mlat gjanat mi i fut. Se zakonisht kur ne bëjmë multime, sa bëj gjanat e veda, ose mi jep mu, nga që unë nuk din mi i rështu në valigje, ama gjanat që do me marë, mi jep mu, ose më pyt, që me nën me marë, edhe gjatë muhabetit e kështo, i them, okej se ti regulloj une, e di unë se që të ki me marë. Se sa bëj ashtë kështo, që të dush mërë të bëj, veç të veshëm për smarë. Ose kjo ose ajo, për zakonisht e flasim, e diskutojmë. Këtë herë, asë nuk, unë të menu që kam e marrë sa bëj të menu që kam e rregullone. Qak lene një njerë se e kam ba histori këtë gja, ose e ka ba histori nuk di kujt mi alon fajin. Sa bëj thot ashtë faji jem. Unë i them nuk ashtë faji jem, se janë gjana tuja, ti në mu nuk më the, bani a mu nesh me mi bagati. Edhe të ashtë me këtë do që të flasim, i shqip të folë par mamin edhe u të shtiva, ja më sabaj ka marrë një valigje, thot me tesha, kjo, edhe ashtu të shti, e unë thot që ka marrë veç me një bluzë, thot, e më bojnë djerë sekret, thot, nuk të shtiva një herë. Edhe të ashtë i nesër, kena më gjetë një dyqane, edhe më shku me blej një bluzë tjetër, pak të në më ndru për nesë, o, sot njërës, në nëse, histori ka me të kjo gjo. Që do me kënë, e kina me përmen këtë gjo. Kjo ishte e forta e këti ultimit, se ka me mbet gjatë në histori. Çdo moment ka më përmen kjo gjo. Edhe thot të bëj herë tja, thot kina dalë me trena, edhe kam pos gjithmonë thot ki marrë tesha për mu. Këtë herë thot që ka marrë me makinë, thot, që ki bojë sa ta në raftin me e fut në makinë, një bluzë thot s'ma ki marrë. Dhe ne një jashtë të sistema gjana, se nesër kina më ndru si që thash, edhe ora është 22 apo 21, ora është 10:20, edhe shpejt sistemoj. Përda dhe fundi kësaj vlogmasit, shpresoj shumë që t'ju kemë pëlqy, edhe si gjithmonë s'harroni me ba like edhe subscribe, sonte nuk kena kalendar adventit, edhe më tregoni kush ka pas fajin, on apo sabahi që s'kam ladh rraqet e tia. Kush ka pas fajin? Ti? Pse une? Ma jep një arsye pse une? Që njerëzit me menu edhe si ti. Apo s'ke arsye? S'ka arsye njerëz. Ama ta njetën e ti ka me ma përmen. S'ka problem. Edhe po njerëz, më thërëni me po subscribe, sepse edhe nesër kina vlog mas për i këti venit. Nesër ashtë ta mua, po kërës të kena më quna dje herë, të kena me shtit ma shumë se sa sot. Shifna nesër!